Vllaznia ka pësuar një tjetër goditje në shtëpi, ku që plutun poshtën me rezultatin 0-2 nga Bylisi në një ndeshje ku shkodranet zhgënjyen në të gjitha repartet. Ballqotët fituan në Loro Boriçi fal golave të shënuar nga Martins dhe Stojlov. Në fakt vllaznia zhbllokoi ndeshjen me balajn në pjesën e parë, por goli i kapitenit të shkodranëve u anullua pas verifikimit në VAR. Pjesa e parë u mbyll në barazim 0-0. Miq gjetën rrugën e rrjetës në pjesën e dytë me Martins, ndërsa në kohën shtesë Bylisi fitoi një penallti që u kthye në gol nga Stojlov. Pas përfundimit të ndeshjes, skuadra e vllaznisë u largua nga fusha me thirrjeve turp nga një pjesë e tifozëve, por edhe duar trokitjeve nga të tjerë. Ndërkohë pas ndeshjes, trajneri i vllaznisë Edi Martini i kërkoi falje tifozëve dhe u shpreh se janë shumë të zhgënjur nga humbja me Bylisin. Po falshme për ne. Kjo tregon edhe herë që ekipi, çdo ekip sa do cilësi të ketë, nëse s'ka motivimin e duhur për para ndeshjes, nuk arrin me shprehje të fushë. Fillu mirë, po atë me rastet tona, dikun për cilësi, dikun për egoizëm teprum, nuk arritëm shënonin. Mandej fillum të bëj nervoz, doshim me kërku golin në mënyrë që s'janë mënyrat tona. Por duhet të thonë që është një ndeshje më të këqija që kena bë. Të paktën mendoj duhet ishim më të qartë, sepse keq ndeshje që kapshin vendin e parë prap. Ishim atë ku kishim kënë gati pothuajse ton kampionatin e pafalshëm. Nëse si e mobilizuam 100%, ka si çdo kundërshtarit nuk ja del për me fitu ndeshjen, kështu që unë personalisht i kërkoj njes. Edhe s'kam gjë tjetër më të thonë, veç kena ndeshje të mërkurën, duhet të punojmë në anën psikologjike sepse është me thonë drejtën është të rëndum në këta momente, por të shohim tjetrin po. Nga ana tjetër, trajneri i Bylisit Mirel Josa u shfaq i kënaqur me fitoren në Shkodër, ndërsa i uroi vllaznisë titullin kampion. Josa shtoi se Shkodra është qyteti që i ka lënë kënaqësinë më të madhe. Normal që ishte një rezultat që neve barazimi as nuk na si çdo ndeshje të tjera, as nuk na levërdiste fare. Them drejtën, unë për herë kur vi në Shkodër vi me kënaqësinë më të madhe, qoftë dhe si kundërshtar. Këtë gjë kam shprehë edhe herë tjetër kur më keni marrë në për intervista këtu mas ndeshjeve, që kam qenë si kundërshtar i vllaznisë. Është qyteti që më ka dhënë, pavarësisht se s'kam fituar shumë, po më ka dhënë kënaqësinë më të madhe për të punuar. Unë i uroj vllaznisë që dali kampion dhe të plotësoj ëndrrët që kanë shumë tifozë këtu, qoftë edhe njerëzit që drejtojnë klubin. Kështu vllaznia pëson një tjetër humbje në kampionat, por vazhdon që të qëndrojë në vendin e dytë me 60 pikë.